Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ajola Xoxa ngeli shtatzën për t'i shpëtuar burgut, ja si qëndron e vërteta. Pushtetarët e dyshuar si të korruptuar kanë gjetur një marifet të ri për t'i shpëtuar spakut. Është pikërisht të ngelen shtatzën. Një avokat i njohur Genc Gjokutaj ka reaguar mbi mënyrën se si sipas tij po keq trajtohet një dispozitë e kodit të procedurës penale që parashikon trajtim të posaçëm për gratë shtatzëna të thirrura nga organet e drejtësisë. Gjokutaj thotë se në praktik disa zyrtarë të dyshuar për korrupsion apo abuzim në detyrë shpallin shtatzanin sapo marrin fletëthirrjen nga SPAK apo prokuroria, duke cilësuar këtë fenomen si një deformim të ligjit dhe tentativë për shmangje të përgjegjësisë penale. Ai e përshkruan situatën të turpshme dhe komike, duke ironizuar se kjo po shndërrohet në një mekanizëm shpëtimi për zyrtarët e përfshirë në hetim, siç është edhe Ajola Xoxa.